Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Ardit Bido vjoj takimet me banorët e Naravicës. Ai theksoi se lidhjet do t'jenë të natyrshme mes deputetit dhe zonës, si një zonë turistike Naravica kërkon investime, tha Bido, por edhe një deputet që t'i dëgjoi. Ai premtoi se do të sjellë investime për këtë zonë. Është kënaqësi që jam sot në Navaricë, sepse unë dua të jem deputeti i Navaricës. Dhe Navarica do të vendosi se këtë do që të ketë deputetin që përfaqëson interesat e Navaricës. Unë besoj se kjo lidhja e natyrshme e deputetit me zonën intereson si deputetit si zonës. Navarica është një pikë turistike. Navarica është një pikë e cila gjendet gjysmore nga deti. Kush do të merret me Navaricën, atë e dini ju. Puna ime është të sjell investime, të sjell mundësi dhe të përgjigjem qytetarëve. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Ardit Bido tha se ka një sfidë edhe për Naravicën, si dhe për disa zona të tjera të qarkut, për të cilat, siç theksoi, është i vetmi që ka folur për to. Naravica, tha Bido, do t'i përgjigjet sfidës së tij për të votuar numrin 5 Partinë Socialiste, por edhe atë personalisht. Në të gjitha fshatrat e zonës tonë ka disa fshatra që unë ju hedh sfidë, ju jeni një ndër ta. E hedh të sfidë në Nivic, që jam i vetmi që kanë folur për ta. E hedh të sfidë në Borsh, që jam i vetmi që kanë folur për ta. E hedh të sfidë këtu sot te ju në Navaricë. Të votosh sot djathtas apo partitë vogla është budalli. Navarica unë besoj se do i përgjigjet sfidës dhe do të votoj në masë dërmuese numri 5 dhe Partinë Socialiste. Po unë besoj se është e qartë si dritë e dielli që nëse ka një nga gjithë kandidatët, gjitha partive që do të merrej ndonjëherë me Navaricën jam. Unë besoj se jam i vetmi që do merrej ndonjëherë me Navaricën dhe unë do merrej me Navaricën vetëm se kam shumicën e votave dërmuese këtu që të kem mandatin politik që të flas për Navaricën. Kjo është sfida që ju hedh, jam i gatshëm t'ju dëgjoj, zgjedhjen e keni tuajën, ju do vendin kutinë e votimit, unë s'do ju ndjej nga pas, vetë do votoni, po mendoni se ka dikush tjetër që do merrej, shkoni votojeni. Unë besoj se s'ka. Banorët e Naravicës i shprehën mbështetjen e tyre kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Ardit Bido.